ka qenë një par sensi i mosbesimit që thu se ne si jemi të aftë për të organizuar zgjedhjet. Shtet jo legjitim, shtet i prodhuar artificialisht nga Amerika. Natyrisht që rreziku më i madh është besueshmëria në institucion. Përburimi i financimit definitivisht të vijë nga radhat këtë rast SNS-in e Partinë e Fuqishit. Njëri kanal është kanali i sponsorizimit direkt të disa mediave, dhe kjo nuk është sekret. Mos votoni për shtetin sekular, mos ju bindni ligjeve tjera pas ligjeve të Allahut. E di që në Maqedoni shpesh herë dërgohen edhe fletushka para zgjedhjeve, mos votoni se është haram. Të që dezinformatat kryesisht në rastin zgjedhor i orientohen votuesve edhe grupacioneve politike në mënyrë që ta thellojnë këtë përçarje.